Mbetjet urbane vijojnë të jenë shqetësim për shumë zonën e qytetit e Durrësit. Nëse në qendër, me sa duhet nga kontrolli i mundshëm, nuk e lejojnë të bëhet problematike situata, në periferi ajo është ndryshe. Mbetjet diku hidhen me karroca, diku tjetër persona me probleme të ngushta ekonomike i nxjerrin kontejnerët dhe i hedhin gjatë seleksionimit trotuareve. Por në këtë rast, objekti kronike sonë televizive mbeten mbetet plastike të arkivuara në kronikat e televizionit të Adrianet në zonën e plazhit. Të sjellja nga vërshimi i ujërave të shirave në fund vitin e muajit nëntor dhe në fillim të muajit dhjetor. Me 1 dhjetor, televizioni i Adrianet pasqyroi gjendjen e rënduar nga vërshimi i këtyre mbetjeve në këtë zonë. Plot 17 ditë më pas, sollëm një kronik tjetër, ku mbetjet nuk ishin pastruar, por ishin shtuar më tepër, duke paraqitur një gjendje katastrofike në afërsitë e qytetit, por në zonë me një veçori turistike, siç është plazhi i Durrësit. Në një kohë kur Bashkia kishte organizuar një aksion për pastrimin e kepit të Rëdonit, zone pa banuar në këtë periudhë. Kamerat e televizionit Adrianet edhe me 27 dhjetor ju drejtuan kësaj zone të Erapajt, ku kanali vijon të na kujtojë lumin e ndodhur të Ishpit, ku në periudhën para 10 viteve pati edhe 2 viktima në të. Pra asgjë nuk ka ndryshuar në plazh, duke u lënë banorëve dhe festave që vijnë në zonën e Bregdetit një pamje të shëmtuar, si kanë vizitë nga qyteti mikpritës i Durrësit. Mbetjet urbane në zonën e plazhit janë në kontradiksion me peizazhin festiv të fundvitit që paraqitet në sheshin qendror të qytetit.